Përshëndetje. Kemi qenë duke punuar me ca gjëra të vogla, edhe nuk është logjikshme ose e arsyeshme që ti lëm pa përmendur. Ato që kemi parë, kemi dëgjuar, kemi lëvizur në drejtim të jugut, edhe na kanë telefonuar, edhe na kanë dërguar mesazhe, kështu që do përqendrohemi prapë edhe një herë prapë tek çështja e peshkëpisë. Më mirë të themi do përqendrohemi tek aktorët e asaj, aktorët, spektatorët, pjesa e njohur, e pa njohur, e hapur, e mbyllur, e asaj çështjeje. Do përqendrohem në disa pika. E para punës, do merremi prapë me llambi papën. Ky njeri është thamë një pikë Kosta Papës. I më shojmë kësaj pike, sepse ky Kosta Papa ka qenë i burgosur, kemi thënë, kemi trajtuar dhe më përpara, dhe unë jam i habitur, do thoni ju, nuk jam shumë i habitur unë, sepse një farë dyshimi e kam. Tani do them sepse nuk e morën llambi papën të parën, ta vinin në epicentër. Pas kapjes se komandos që erdhi për të bastisur, për të vrarë, për të bërë siç ishte bërë në Peshkëpi në Longo, llambi papa që është kapur në atë rast duhet ishte i pari, ai duhet ishte në epicentër, ai duhet ishte kryesori dhe duhet ishte hapur çështje penale me një herë. Pas asaj që u kapën në Greqi, tu duhet të hapur çështje tjetër penale që llambi papa të ishte në epicentër. Në epicentër duhet ishte ai, sepse ishte nga ajo zonë, nga ai vend, ishte nga Kryoneri. Kryoneri dhe Longo janë afër. Nuk ishte nga Peshkëpia, hajde në Peshkëpi se mund thoje jo. Por aty ishte ngjitur, ai kishte vajtur e kishte shkuar dhe andej në të gjitha anët. Thamë ne që ky llambi papa, që tani nuk vjen më në Shqipëri, dhe tani që flasim ne, sigurisht që nuk ka për të ardhur më, ajo nuk diskutohet, se tani kanë për të dalë gjëra, janë duke kanë për të dalë, po s'dolën për me dalin për të tjerëve, sido që të jetë, edhe po si është unë do jetë tjetër, po s'dola unë do dalin nga të tjerë. Ky është një pikë Kosta Papës, thamë ne që në 46-ën, e kemi thënë edhe herën tjetër, po rifreskojmë atë duke dhënë edhe të vjetërën dhe të rejnë bashkë, duke alternuar njëri me tjetrën. Në 46-ën kjo dënua, edhe është dënuar në mes të popullit, janë mbledhur shkollat atëherë, janë mbledhur populli atëherë, është bërë një tribunal popullor atje, dhe të gjithë thërrisnin atje që varje, në litar thërrisnin njerëzit në mes të sheshit, aty në zonën e Vrsaras, në zonën falni. Edhe kur është bërë, domethënë dihet ky gjyq popullor që është bërë, bile një mik i tij që u bë mik me vonë, një Niko Gjorgji, ka qenë partizan ky. Ky ishte me armë aty, ky ishte gati të ndërhynte, që të bërë, të vrite, të azjesohej. Jo të dënuar 101 vjet dhe pastaj pas 4 vjetësh të ditë i lirë. Megjithëse ky Niko Gjoni me vonë u bë mik, që sot shikoni ju Eli Gjoni, po Niko Gjorgji, që i shikoni sot Eli Gjorgjin dhe këtë Gjorgjin tjetër të shoqin, që bëjnë lidhin dhe zgjidhin gjithë ditën me Lefter Kallo me shokën në Gjirokastër. Lefter Kallo atje bëhet fjalë, jemi duke biseduar vazhdimisht për një zonë që ka biznese të jashtëzakonshme nga më të mëdha në Ballkan. Nga ajo zonë është edhe Deli Gjorgji, që nuk e di me çfarë lidhje ka ai me Vangelvason. Jemi duke kërkuar lidhjet e tij, çfarë lidhje mund të ketë Deli Gjorgji me Vangelvason, nuk e dim, po që se dini gjëna e thoni. Ne jemi futur thellë atje, janë biznese madhore, janë interese të mëdha, janë njohje, lidhje të vjetra të reja, lloj. Shkojmë tutje. Ky tani ky Kosta Papa që thoni ju, pasi bëri misitë, u rregullim me partinë që e nxorën jashtë atje, sepse ky që në vitin e dytë të burgut filloi të 4 vjet burg bëri, ky nga 102 vjet ishte dënuar, 4 vjet bëri. Ky tani në vitin e dytë filloi të bashkëpunojë me sigurimin e shtetit. Çfarë bënin këta? Edhe në burg, në Gjirokastër, edhe me kishte filluar të herët, kur e futën në burg ata, e lynin me boj këtë, për të treguar që e kishin sakatuar me dronë, domethënë e kishin bërë dhe i çonin ca njerëz të njohur aty nga zona, se nuk ishte do si do Kosta Papa, ishte Don Kosta, siç themi Don Carlo, ishte jo do si do. Po me komunistët duke çau dot, e çau me vonë sigurisht, ai u privilegjua, tani do të them edhe atë të fundit se si ecë gjysh. Dhe ky tani ata që shkonin ishin të njohur, e njihnin këtë, shikonin dhe të bëri bret, domethënë nga fytyra me gjakë me njerëz dhe tregonin, hapeshin ata dhe ka marrë me qafë dënjan e njerëzve. Ky tani ky llambi, që pasi dolën ata, ka qenë në Durrës në shkollë.
ka qenë në shkollën e fizikulturës në Durrës dhe do vinte këtu në Tiranë, po të kishte qenë sistemi siç ishte. Ishin të privilegjuar thamë në familja Kosta Papasin, duke diskutuar për gjëra që njihen këto. Edhe ky NPT, ky Rolandi, që i thonin dikur, Harallambi, që se mori sigurimi i shtetit dhe shërbimet sekrete shqiptare dhe ato gjyqësore, nuk e vunë në epicendër, pa e lanë me një anë, siç kishin lënë të gjyshin. Ky tani vajti jashtë shtetit, nga shkolla këtu, vajti jashtë shtetit, por një gjë duhet më mbani mend, atë i dinte mjaft mirë shqip, sepse që ai ishte në shkollë këtu, shqip dinte, sigurisht që ishte në shkollë të mesme dhe shkonte në shkollë lart më vonë. Por dinte edhe greqishten, imët. Llambi papa ditë edhe greqishten imët. Iken këta të dy. Jati dhe jeme, Llambi papës tani edhe pas asaj që ndodhen, të gjitha ato që ndodhen në 94-ën, që u vra Arsen Gjini, u vra Fatmir Shehu në repartin e Peshkëpis, më vonë e jema dhe i jati i Llambi papës, qoftë i Figjenje jema, qoftë Theofani, i jati, u punësuan në një idrima, i thonë ata, në një institucion ku ishte më shumë të themi si strehë varfënore, një diçka e tillë si jetimore në Athinë, atë kishte në mbulim Kokaveshi, ai doktori në bashkën e të cilit u kapën armët, Kalashnikovët, një mbate Lorxhaka që për të mburur, për të thënë që janë më madh, diku e kishin parë njerëzit, po atë hajde të gjehet, atë që ishin rreth i afër, dhe tjerë që kapën në kopshtë, që në groposur në kopshtë. Ai doktori tani i mbajti në punë këta për vite me radhë, të jatin e këtij Llambi papës e mbajti loje nate, ndërsa të Jemën e kishte bërë guzhinjere. Këto duhet i kishte parë shërbimi sekret shqiptare dhe këta hetuesi që njerëzit ku si qysh lidhjet e thella se Kokaveshi nuk e harroi atë bukën e vjetër, që kishin qenë të lidhur si familje me Kosta Papën. Kjo ishte njëra anë e medaljes. Ana tjetër tani që më shqetëson mua dhe më bën mua të dal nga vetja është çështja Beleri. Sepse në gjithë puna, të gjithë këta janë ansor sot në epicendër të gjithë shka, sot është Beleri dhe nuk mund ta mohojmë këtë. Sepse këte kemi këtu. Jani papa ka shkuar në Angli, ky Llambi papa rrin atje dhe nuk vjen dot, që është me vrasin e Kacifas, kanë dalë ca gjëra, dihen ca gjëra që i shqetësojnë. Këta që do dalin tani janë ato më shqetësojnë, do shtrinë akoma me tutje, që mos vinë më, se sigurisht që do dalin gjëra, janë duke dalë, janë duke u parë. Ky Beleri që thoni ju, unë jam duke habitur me organet tona të hetuesisë, shërbimet sekrete, të gjitha këto. Unë habitem se si ka mundësi. Ky Beleri në vitin 95, kur është kapur, në 18 mars 94, kur është kapur me armët, me gjithë grupin, ishte e komando greke, që dështojnë për ta bastisur edhe për ta terrorizuar e për të vrarë në Longo, kur u kapën, kur ka shkuar në gjyq, që është bërë gjyqi, ai që ka patur përkthyes. Këtë e kemi thënë. Përkthyesi i tij ishte sepse nuk dinte greqisht. Tani unë duhet t'i pyes këta, a e kanë bërë një pyetje të thjeshtë, këta hetuesit, më këta prokurorët, këta njerëzit që janë marrë me këto gjëra, shërbimet sekrete, njerëzit që janë marrë me këtë punë. Ore si bëri ky në çfarë gjuhë bëri ky kursin në Kipro? Se ky kursin në Kipro e ka bërë në 94-ën, një vit e ca përpara. Si ka mundësi që atje ka bërë kurs për hidraulik, se për hidraulik do shkosh, do komunikosh, se ndryshe nuk e bën atë punë. Nuk është puna vetëm për të mbërthyer një tubë, do shkosh këtu e do delç atje, do bësh. Si ka mundësi që ky njeri bëri në 94-ën kurs për hidraulik në greqisht, sa anglisht dinte, në shqip atje s'fliste kush. Atëherë si bëri kurs në Kipro, si su ka shkuar mendja këty të trutharëve, gjyqtarëve, prokurorëve, hetuesve, po janë paguar, se thashun janë shumë të pasur e zonë. Ata që janë të lidhur me këta kanë shumë lekë, i kanë paguar, janë të shitur. Dhe kështu thonë edhe minoritarët, edhe shqiptarët, këto që takon në jug të thonë janë të shitur në laver, është shumë e vështirë. Janë shitur shumë veta këtu, atje kanë marrë miliona e miliona, kështu që është shumë e vështirë, prandaj komunikoj me ju që të bëhet diçka, të shtyhet diçka, të bëhet diçka të zbardhë ajo. Të ishin thënë këta prokurorët, këta hetuesit. Ti kishin thënë, si e bere ti kursin, në gjuhë e bere, more, në shqip e bere, jo, në shqip nuk dinte atje. Atëherë në anglisht nuk dinte, gjuhë tjetër nuk dinte. Në greqisht nuk dije, se po të kishte ditur në 94 në greqisht, mirë, po të dinte në 94 në greqisht, në 95 në s'kishte nevojë për të patur përkthyes.
Përkthyes i shikoni tani se kush del. Përkthyes, se e din tani është me letra, është me kaseta, e din të gjithë. Përkthyesi i këtij ka qenë një mësues i vjetër, sigurisht, po jo shumë i vjetër atëherë, tani nuk rron më, ka qenë mësues nga minoriteti. Një minoritar, mësues, dinte shqipe dhe greqisht mjaft mirë, si mësues ishte, dhe ka qenë quajtur Nikola Gogoni. Jam Nikola Gogoni është ai që ka bërë përkthimin e këtij, që thot pastaj jam minoritar një që s'dinte të fliste në gjuhën greke. Po kjo më lodh mua, kjo më mundon mua, kjo më bën mua të dal nga vetvetja. Si ka mundësi që këta njerëz, këta hetues nuk ja bën këtë pyetje? Mori njëri, ti pa ditë ti bëre kurs, atëherë si bëre kurs ti në Kipro, ku flasin greqisht, në një kurs i ti s'dishje greqisht, sa i ka shkuar duke ditur shqip. Si e bëre të kurs? Dhe sepse e vërteton vetë puna që në 95 ai s'dinte të fliste greqisht dhe u detyrua të marrë përkthyes. Janë ca gjëra që kërcasin shumë. Janë ca gjëra që kërcasin shumë dhe sa më shumë të thellohemi, aq më shumë do kërcasin, aq më shumë do ju dal boja këtyre që janë shitur për pushime, për vila, për lek, për rahati, për pasuri. Dhe sa më shumë do ju dal boja, aq më shumë do i afrohemi zbulimit të së vërtetës. Se gjinatat, dy gjinafçar, llogarit e familjet e tyre nuk kishin as këpucët e rregullta për t'i varrosur. Në shtëpitë e vjetra, siç kemi qenë të gjithë, dhe hallë kemi, me hallë jemi të gjithë. Në një shtëpi që ka qenë depo armatimi, do të dëgjoni pak sa më vonë, ditë tjera, do kemi intervista me njerëz se si kanë jetuar, sa kanë vuajtur. Edhe kur vjen puna, ngelen i tradhtua, u pasuruan për vete, gjyqtarët, prokurorët, grisën i bërën gjitha, dhe nuk bën pyetje elementare. Qoftë Fredi Belerit, qoftë Vambi Papës, qoftë të gjithë të tjerëve, që të kishin dalë këto gjëra në sipërfaqe, të kishte shkuar çdo gjë në vendin e vet. Ore që të shkojnë në vendin e vet, ne do përpiqemi për atë punë, me sa mundësi dhe forca të kemi, natën e mirë.